nuk e di edhe sa herë duhet ta paraqesim qëndrimin e lëvizjes vetëvendosje. Siç e kemi thënë në vazhdimsi, të drejtën për të propozuar kandidatin për kryetar të kuvendit e ka lëvizja vetëvendosje. Lëvizja vetëvendosje tashmë është përcaktuar për këtë çështje. Ajo çfarë duhet është që deputetët të marrin pjesë në votim, pra të votojnë komisionin për votimin e fshat, qoftë për, qoftë kundër, qoftë të abstenojnë, por jo që të vinë në kuvendin e Republikës së Kosovës dhe të mos marrin fare pjesë në votim. Pra këtu shtrohet pyetja se për çka po vinë. Në qoftë se vinë dhe nuk votojnë, atëherë as nuk janë duke e kryer detyrën e deputetit, sepse siç e dini, gjykimi i gjykatës kushtetuese kërkon nga të gjithë që të jenë pranishëm, të marrin pjesë në votim dhe të votojnë për, kundër ose abstenim. Ne po ashtu kemi theksuar që i shohim si partner tanë. Për këtë ka pasur disa takime, siç ka njoftuar edhe kryeministri Kurti. Diskutimet vazhdojnë për këtë qëllim dhe urojmë që sa më parë të përmbyllen, por para qeverisë është kuvendi. Pra është jashtëzakonisht e rëndësishme që të konstituohet kuvendi i Republikës së Kosovës. Kemi shumë punë për të bërë. Kemi shumë plane në qeverinë Kurti 3. Unë jam shumë e bindur që ministri Peci e ka bërë një punë të jashtëzakonshme gjatë kohës sa ka qenë dhe sa vazhdon të jetë në Ministrinë e Bujqësisë. Nuk ka asgjë për të fshehur këtu, nuk ka pasur asnjë ndërhyrje nga ministri Peci. Ne kemi pasur rastin që diskutojmë edhe para disa ditëve, edhe sot për këtë çështje. Ajo është shumë i hapur që të bashkëpunojmë me institucionet për të zbardhur gjithë këtë, si më thënë, plan për ta dëmtuar ministrin Peci, për ta dëmtuar qeverinë Kurti. Pra nuk ka asgjë për të fshehur, nuk ka asnjë ndërhyrje dhe do të jetë kurdo që do të ftohet nga institucionet.